Kjo mund të zvendësohet me pak vaj ulliri, me pak sapun. Një klizëm natyrale për shembull, kjo do Po, ishte? një klizëm natyrale do të ishte shumë e mirë kjo. Për shembull, marrim për shembull për një fëmijë, le të themi, 20 ml ujë të ngrohtë dhe shkri sapun në të sa një kokër lajthie. Bëhet ai ujë turbullt. Hedhim në të dhe një lugë çaj vaj ulliri, ne ta marrim me shiring dhe e fusim në anus. Për 15 minuta zorra e trash zbutet dhe ajo shkarkohet. Kjo nuk ka as efekte arsore kimike si që mund të ketë një klizëm normale. Ka edhe këtë të mirë, nuk na krijon fisura anale, çarje të zorrës, sepse duke ndonjur ajo një javë, kimet thithëse në zorrën e trash vetëm kanë një funksion, të thithin ujin nga masa që e qarkullon aty. Po kur ajo feqe nuk ka dalë, për shembull që shkonte në kanalin e ujrave të zeza për 24 orë, ja për 48, pjesën tjetër e çfarë bën? Merr nga uji i feqes dhe e hedh në gjak. Qartë. Kështu që u kontaminua edhe gjaku, u prish nga ana cilësore. Edhe shumë balanca të tjera në trup, pastaj nga kontamini. Patjetër fillojnë që të prishin.